As gjot mirë nuk ka të feja e turkët. Feja e turkët s'ka kur gjot bëj me Kur'an. Haremi si harem ka qenë në shekullin e 15, e kanë marrë, e kanë bo sultanat, pa ka egzistu haremi më herët. Më herët që kemi informata, haremi ka egzistu të persianët në shekullin e 6 para erës sot. Ka informata që ka egzistu edhe të perandoria bizantine dhe romake, po haremet pastaj kanë qenë në Damask, nuk ka pas harem në Medine. Burri mund mbajë deri në 4 gra, Muhamedi vetë kishte 11. Aty kur ka ndru jetë profeti i Kuranit, s'ka pas hareme. Këtë janë rrena mashtrime. Haremet kanë fillu të lindin të kalifët e Damaskut dhe të kalifët e Bagdadit. Dhe me thonë, prej shekullit 8 deri të shekullit 13 i kemi haremet e kalifëve të regjimit Emevit dhe regjimit Abbasit dhe vjen Gjingis Kani va merr shkret. Haremet va prish dhe i përvecën për veti. Pastaj vjen sultani shekullin e 15 i ka pas haremet edhe sot perëndimi. Kur do me mësu diçka për haremet të sultanit, që shkan funksionu, ka shumë pak informata për gratë e sultanit.